Gjykata e lartë federale e Brazilit I ka hapur rrugë ekstradimit të Ervin Matës drejt Tiranës. Ky I fundit u arrestua në Brazil në fund të prillit, por ka ndjekur shkallët gjyqësore për të kërkuar lirimin. Mirëpo kërkesat e tij janë rrëzuar edhe në shkallën më të lartë. Vendimi mban datën 21 korrik 2026 dhe është firmosur nga ministri Alexandre de Moraes, relatori I çështjes së ekstradimit numër 1925, ku kërkues është qeveria e Republikës së Shqipërisë. Në vendimin e publikuar nga Euronews Albania paraqitet edhe kronologjia e procedurës. Pas gjykatës, masa arrestit përandalues ndaj Matës u caktua më 11 mars 2025, ndërsa arrestimi I tij nga Policia Federale e Brazilit u ekzekutua më 25 prill 2026. Pas arrestimit, Gjykata e lartë federale zhvilloi procedurat për marrje në pyetje të personit kërkuar për ekstradim. Mbrojtja paraqiti kundërshtimet e saj duke kërkuar rrëzimin e kërkesës për ekstradim ose zëvendësimin e arrestit me masë alternative të sigurimit. Avokatët e Matës pretenduan se Shqipëria nuk kishte respektuar afatin ligjor për formalizimin e kërkesës për ekstradim. Sipas tyre duhet të shqyrtoheshin edhe çështje të tjera që lidhen me jurisdiksionin për veprat penale të pretenduara. Gjykata e lartë braziliane nuk pranoi këto argumente. Në arsyetimin e tij, ministri Alexandre de Moraes thekson se kërkesa formale për ekstradim ishte protokolluar pranë autoriteteve braziliane më 7 mars 2025 dhe ishte rikonfirmuar përmes notës verbale të ambasadës së Republikës së Shqipërisë të përcjellë më 2 korrik 2026. Sipas vendimit, ky dokumentacion provon vazhdimsinë e interesit të shtetit shqiptar për ekstradimin e Matës dhe përmbushjen e kërkesave procedurale. Gjykata I referohet gjithashtu qendrimit të prokurorisë së përgjithshme të Brazilit, e cila ishte shprehur në favor të pranimit të kërkesës për ekstradim dhe kundër lirimit të tij. Në vendim argumentohet se arresti parandalues në procedurat e ekstradimit është një masë thelbësore për të garantuar që personi I kërkuar të mbetet në dispozicion të autoriteteve dhe për të siguruar zbatimin e një vendimi të mundshëm pozitiv për ekstradim. Ministri Alexandre de Moraes vlerëson se në rastin konkret nuk ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme që të justifikonin heqjen e masës së arrestit, duke përmendur edhe rrezikun e largimit të personit të kërkuar. Në përfundim, Gjykata e lartë federale e Brazilit vendosi rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin e arrestit parandalues ndaj Matës, moszëvendësimin e arrestit me masa të tjera sigurie, rrëzimin e kërkesave të mbrojtjes për arsyeën e veprimeve të tjera hetimore. Me këtë vendim Ervin Mata do të vijojë të qëndrojë në arrest në Brazil, ndërsa vazhdon shqyrtimi I kërkesës së autoriteteve shqiptare për ekstradimin e tij. Mata është në kërkim ndërkombëtar nga SPAK që nga nëntori I vitit 2023. Gjykata e lartë federale kishte lëshuar një urdhër arresti për Ervin Matën, I cili kërkohet nga SPAK si përgjegjës për trafikimin e sasive të konsiderueshme të kokainës nga Amerika Latine në Europë. Më herët, drejtësia shqiptare ka paraqitur një kërkesë në gjykatat braziliane për ekstradimin e biznesmenit. Sipas prokurorisë së posaçme, Ervin Mata së bashku me grupin e tij janë përgjegjës për trafikimin e lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Europë. Po ashtu sipas SPAK, këtij grupi janë kapur prej një periudhe kohore prej 2 vitesh, një sasi prej 931 kg lëndë narkotike. Paratë fituara nga aktiviteti I drogës. Grupi I strukturuar kriminal besohet se I ka investuar në Shqipëri në ndërtim, për të mos rënë në sy të autoriteteve lëvizjen e parave e bënin nëpërmjet sistemeve hawala.